Ngjarja e rëndë që ka tronditur mbrëmjen e 10 qershorit ka ndodhur në qytetin e Peqinit, ku një fëmijë 6 vjeçar, i cili ishte raportuar si i humbur prej disa orësh, është gjetur pa jetë buz lumi Shkumbin në lagjen Çezme. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, rreth orës 19:50, një shtetase ka njoftuar për zhdukjen e nipit të saj, i cili nuk ishte parë prej 3 orësh në lagjen ku ata jetojnë. Minjëherë pas marrjes sinjalizimit, shërbimet e policisë së Peqinit kanë nisur kërkimet intensive në zonë për gjetjen e të mitrit dhe fatkeqësisht rreth orës 23:30 është gjetur i pajetë trupi i fëmijës 6 vjeçar në shtratin e lumit Shkumbin. Nga këshyrja paraprake e trupit të tij nuk janë konstatuar shenja dhune, ndërsa hetimet e deri tanishme të policisë shojnë në dyshimin se 6 vjeçari mund të jetë mbytur aksidentalisht. Ndërkohë, materialet procedurale janë referuar prokurisë pranë gjykatës jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan për vijimin e veprimeve ligjore dhe hetimore të mëtejshme. Ndërkaq, autoritetet ju bëjnë apel të gjithë qytetarëve për kujdes të shtuar ndaj fëmijëve të mitur, sidomos në afërsi të zonave ujore, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të kësaj tragjedie vijojnë. Faleminderit, Fatmir. Faleminderit për ju. Shkojmë në një hapësirë publicitare, tani kthehemi sërish.